ushtrime të largojnë dhimbjen e qafës. Shpesh ja lojmë fajin muskulit, po ndoshta nuk është te muskuli, apo nervi është nxanë. Sot kam ju tregu 2 ushtrime për pastrimin e nervit. Po, e dëgjova. Në anglisht i thojmë neuroflossing, edhe është një teknikë që përdoret për me i çliru ose një mënyrë për me i lëviz nervat në mënyrë që me zvoglu dhimbjen që e ki, me përmirësu lëvizshmërinë edhe me parandalu irritimin nervor, njëjtë qysh ja bën edhe flossing dhëmbëve. Komplet e drejton dorën e djathtë, dorën e majtë e qetë përmbi kotë dhe lehtësisht e ngren kokën nga ana e majtë dhe në të njëjtën kohë gishtat dhe shuplakën e dërgon lart drejt qiellin. Dorën e zgjatë dhe e drejton sa më shumë që mundesh, kinse apo mundesh me parandu që e kimi mur edhe po e shtyn drejt murit. Mbaje fillimisht deri në 5 sekonda edhe e liron. Bane këto deri në 5 herë. Njëjtën kohë sigurohu që e bën edhe në anën tjetër. E dyta, në të njëjtën mënyrë si në të parën, vetëm tani e lakon brylin dhe i bjen gishtat me i prek shpatullat. Kokën e dërgon poshtë dhe lart dhe e liron përsëri krahun. E bën njëjtën kohë 5 herë në një anë edhe sigurohu që i bën në të 2 anët. Mbasi të përfundon, e ki ndjesinë që 20 kg pesha jetu i çu. Çto ndihmojnë në parandalimin e irritimeve kronike të nervave, plus përmirësojnë fleksibilitetin edhe lëvizshmërinë trupin tonë. Për ma shumë video si kjo, na bëni follow në krejt rrjetet sociale të Urban FM edhe subscribe në YouTube.